çdo vegël për momentin artificial nuk është në gjendje 100% të gjeneron një kod të përsosur për momentin, dhe besojmë se edhe në të ardhmen nuk do të jetë kjo, dhe nëse nuk e kupton, domethënë, konceptin në thelb, është shumë rëndë që ta detekton edhe vetë ta korrigjon kodin. Ose të krijon një aplikacion mirëfillt deri në fund. Për shkak se gjithë veglat artificiale gjenerojnë kode, bile kod të fundit edhe me një pak për ne edhe pak befasuese, domethënë në nivel të tillë, mirë po përsëri ka shprastira, ka domethënë gabime të cilët nëse nuk e kupton është shumë rënd ti përmirësosh edhe ti realizosh, sidomos me bazat e dhënave, normalizimin e bazave të dhënave kemi vërejtur se shpesh është për veglat artificiale shumë rënd ti normalizojnë deri në nivelin e tretë. Ku të themi nivelet më të larta të bazave të dhënave, kështu që shpesh unë jam duke testuar edhe veglat artificiale të gjitha, të shoh deri në cilin nivel mundet, domethënë të realizojnë këto analiza, sidomos te voice code normalizimi i bazës dhënave kanë probleme, domethënë sidomos të tre veglat kryesorë të cilët jemi duke testuar, ChatGPT, Cloud dhe Gemini të Google-it. Ne jemi në hap edhe ne profesorët diskutojmë edhe shpesh, domethënë, i diskutojmë çështje se si duhet të veprojnë në këto raste, dhe polemika kryesore është të lejohet veglat artificiale, të inteligjencës artificiale ose mos të lejohet. Kemi ardhur në përfundim se duhet të lejohet, për shkak se ato janë veglat të cilët do të ndihmojnë, mirë po mënyra e rregullës se si duhet përdorur dhe në çfarë mënyre dhe çfarë qasje të strukturuar, domethënë duhet të ketë një qasje të strukturuar të problemit, dhe nuk mund të përdoren si një zgjidhje e përgjithshme, të ta zgjidhë problemin komplet. Edhe mënyra e definimit të problemit dhe ndarjes algoritme në pjesë-pjesë. Atëherë gjasat, domethënë, që të përfitojnë për përdorimin të veglës janë më të mëdha.